blegtoria, që nga bletaria, që është sektor shumë sero e gjanave, na bashkia din dora një treg me pas pikë shumicën në qytet, që me shit për shkak me 50 kg mall me dal. Në total kanë qenë 200 copë. Derisa me ditë si ka shku problemi i kësaj punë sa ne na kanë thonë që do të sot nuk e di shumë mirë se me ta thonë ti nuk e di. Ato transformime që po vinë Shkodër dhe që po i shohim ditë për ditë, që kanë bëjnë me riktimin e Shkodrës në një qendër rajonale, në një qendër të zhvilluar, me më shumë investime, me më shumë turist. Ajo nuk mund të bëhet pa një mbështetje të fortë të një zhvillimi rural dhe pa ju mbështetur ju në punën tuaj. Është pjesë e zinxhirit të suksesit edhe të zhvillimit të qytetit. Por nëse ne do jemi së bashku me politika, me Ministrinë e Bujqësisë, të cilat e maksimizojnë punën tuaj, e mbështesin ju, i gjithë zinxhiri i suksesit të qytetit është absolutisht i garantuar fal këtij bashkëpunimi. Bashkë me kryetarin kemi diskutuar dhe jemi duke menduar për të krijuar SHBB-t, bashkimet e fermerëve që lidhen me një ekonomi tjetër. Duhet që ne të jemi të bashkuar në ferma më të mëdha, në mënyrë që ne të përfitojmë nga fondet e tyre, por edhe të krijojmë një ekonomi të vendit më të madhe, duke qenë se bashkia do të futet në rol si garanti i procesit të punës tuaj, ku ju do të jeni bashkë, se cili ka fitimin e vet, por ne nesër krijojmë një tjetër pol ekonomik. Dhe kjo duhet që të organizohemi dhe të krijojmë ne një mënyrë më të mirë. Ne kemi modelet, i kemi në ministri, po duhem që t'i shtrim në gjithë Shqipërinë, që ne të fillojmë të krijojmë dhe në Shkodër modelet e bashkimit fermerëve, që të aplikojmë dhe të kemi një proces sa më të madh, sa më të mirë dhe të përfitojmë nga fondet e Bashkimit Evropian. Gjithë ne bashkë me bashkinë, me të gjithë garancinë sovrane që ka vënë qeveria shqiptare, prej 250 milion eurosh, garanci e cila ju mund të aplikoni për një kredi 2% interes dhe ne hym garant, bashkia hym garant, dhe secili për jush ngrej fermën dhe ngrej një tjetër nivel punën dhe biznesin e vetë. Zoti i fuqin. Ka da kritere, nëse ti çon një produkt, don edhe diçka shëndetësore. Në çdo sekond. Edhe jam i gatshëm me të organizu fermer që merren me këtë kulturë me shumë as nevojë për fosfor a diçka tjetër. Ju lutem krijoni mundësi që të kena një laborator toke. Sepse e kemi laborator. Ti vlerë, nuk e di, nuk. Tani për 10 minuta do marrësh përgjigje. Kush e jepi atë? Përshëndetje. Ku është?